Një spektakël i papritur natyror është regjistruar në ujërat e zonës Karaburun Sazan pranë Vlorës, ku një grup turistësh që po eksploronin me gomone bukuritë e zonës u surprizuan nga shfaqja e një tufe delfinësh. Turistët të cilët po lundronin përgjatë kësaj hapësire detare, Karaburun Sazan, kanë përjetuar momente të veçanta kur delfinët janë afruar pranë gomones së tyre, duke i shoqëruar për disa minuta e duke krijuar një show natyror që ka mahnitur të pranishmit. Sipas guidave turistike që operojnë në këto zona të Vlorës, raste të tilla janë të shpeshta, por çdo herë mbeten një surprizë e këndshme dhe mahnitse, si për vizitorët ashtu edhe për drejtuesit e gomoneve. Ata theksojnë se prania e delfinëve e bën eksperiencën turistike edhe më të veçantë dhe më të parueshme. Turistët kanë dokumentuar momentet me foto dhe video, duke i konsideruar ato si një nga kujtimet më të bukura të vizitës së tyre në këtë zonë turistike të jugut të Shqipërisë.